You're right, good man. All right, dai. Football sala. Dicendo che devo fare questo, Io un momento strepitoso, cambio di gioco, che ti aiuta. Sto gioco, day by day. Në futboll kam bërë një rrugtim të gjatë, me trajnerë të ndryshëm nga të cilët kam mësuar shumë. Për mua, pjesa më e vështirë si futbollist ishte menaxhimi i momenteve kur nuk luaja mirë ose jo, dhe kur nuk luaja fare. Nuk është e lehtë, sepse ndjen një mërzitje të brendshme, por e rëndësishme është të mos e transferosh te shokët e skuadrës, trajneri apo pjesëtarët e tjerë të stafit. Kam qenë futbollist i mirë që i vogël, luaja me këmbën e majt dhe në përgjithësi të gjithë lojtarët që luajnë me këmbën e majt janë shumë të mirë. Rreth moshës 15-16 vjeç jam gjendur për herë të parë në një situatë kur nuk po luaja mirë. Ky ishte momenti që të bën të mendosh se si mund të ecësh para. Në darkë qaja para se të flija, nuk më dëgjonte njëri, por të nesërme në orën 7 të mëngjesit isha gati. Besoni te vetja juaj, nëse duhet të qani, nëse duhet të qeshni, bëni më të mirën e mundshme. Ti nuk luan mirë të dielën sepse je stërvitur mirë të shtunën, ti luan mirë të dielën sepse je stërvitur 100 ditë njësoj. Ka ditë kur gjërat nuk shkojnë mirë, është diçka njerëzore, por duhet të përgatitesh për ditën tjetër, pa u ankuar kurrë. Qëndroni afër me njëri tjetrin, sepse në fush njëri vrapon për tjetrin me më shumë kënaqësi. Këtë kërkojmë nga ekipi ne si staff. Dori, che facevano? Oh, noi ragazzi, tutto il mister, tutta... No, io mi metto...